Në kufijtë të pabesueshmes, ishte lajmi se Shpat Kasapi ka ndërruar jetë. Mes ngushëllimeve të shumta që i adresohen familjes dhe familjarëve të tij, dolën në dritë disa detaje mjaft prekse. Edhe pse nuk dihej nga askush, bashkëshortja e tij ka treguar se çfarë ka ndodhur në momentet e fundit të jetës së këngëtarit. Silvia ka treguar se Shpati ishte në Itali së bashku me të dhe të birin për t'i bërë djalit dokumentet italiane në mënyrë që ai të kurojë në Itali. Bashkëshortja e këngëtarit shkruan: "Sa të lumtur ishim më në fund që Roelit po i bëshin dokumentat në Itali, që të mund ta çonim sa më shpejt te logopedët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar dhe askush nuk e di. Sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatsin ton, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit. Nuk prite ta dëgjoje, duke të thirrur ty babi, nuk prite o Shpat, nxitove dhe na le këtu, vetëm, pa ty. Roelin e leje tim, në kohën kur ai më së shumti kishte nevojë për ty, në kohën kur duart e tua i duheshin më shumë se kurrë. Si t'ja shpjegoj djalit ton që babi nuk është më?" Më pas, ajo tregoi se Shpati kishte dhënë frymën e fundit në krahët e saj. "Më thoje gjithmonë se do të më doje derisa vdekja të na ndante, por ti u ndave nga jeta pikërisht në krahët e mi. Pse ma këpute zemrën kështu o jetë? Amanet po të lë djalin", kanë qenë fjalët e fundit që këngëtari i ka thënë bashkëshortes së tij.